Protestë drejtohet kundër të shtrëmbrimit të historisë, kundër tendencave për të ndryshuar historinë. Nuk do të lejojmë tutje të shkelet dhe degradohet lufta e pastër dhe drejtë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po sot organizata e veteranëve të luftës ka organizuar një protestë para Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilën Partia Demokratike e Kosovës e ka mbështet. Kjo protestë drejtohet kundër të shtrëmbrimit të historisë, kundër tendencave për të ndryshuar historinë dhe kundër po ashtu tendencave për të shërbyer me materiale dhe informata të Serbisë dhe për të sqaruar atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Kjo është vetëm një pikë, sepse në këto 5-6 vite të fundit qeveria e Kurti përmes njerëzve të tij, si Donika Gërvalla, Shkëlzen Gashi, Rron Gjinovci, Vudi Gjemshiti dhe plot tjerëve, në vazhdimsi është munduar që të ndryshojë historinë e Republikës së Kosovës, që të demonizoj të gjithë komandantët, të gjithë ushtarët, ushtrisë shërbimarë të Kosovës, luftën tonë, dhe janë munduar dhe janë përpjekur pashtu që të krijojnë një shtrat për mbrana Kosovës, ku dënimi i krerët të UÇK-s në Hagë do të ishte diçka e pranueshme për popullin e Kosovës, dhe kjo protestë ka pashtu edhe këtë mesazh që Republika e Kosovës, që Kosova, që ky popull nuk pranon ndryshim të historisë dhe nuk pranon as dënimin e krerët të UÇK-s nga një gjykatë e cila ka qenë nga fillimi deri në fund e padrejtë, dhe padyshim që është edhe kundër ekspozitës e cila shtrëmbron faktet historike të vujtjeve të qytetarëve të Kosovës dhe të luftës tonë shërimtare. Përgjithësi këta tjertë janë madhëzi se krenet, do me thonë. Shkëlzen Gashin të shtinë në Burg, se ai punon me urnat Beogradit. Po këta është në gjyrë Gjakut, që këta deputet, preashtim do deputetve që janë shumë të mirë dhe janë patriota, i preashtoj ata. Përgjithësi këta tjertë janë madhëzi se krenet, do me thonë. është deputetja Albolena Haxhiu që një kohë akuzoi ke Kadri Veseli, ja bëj ke krenet, e tash ull karrik Kadri Veseli, do me thonë, aja e ka financu Shkëlzen Gashin, do me thonë me vepru, me shkel në gjakun e dëshmorëve të invalidëve të luftës, për çata e kumbuki simbolik, do me thonë që këta kur të vinë, qoftë se kanë zemër, do të hinë, do me thonë e për gjak do të shkelin e do të hinë parlament. Ose për ndryshe Shkëlzen Gashin të shtinë në Burg, se ai punon me urnat Beogradit. Ka shumë shkelzena, nuk ka veç një shkelzen, po ka shumë shkelzena. Kështu që e ku marrë këtë veprim, edhe ku menu mirë për me bo këtë veprim, për kraje që atyne dëshmorve, për kraje invalidëve të luftës, për që atë arsye e ku mbu këta. Namën vorëve, veteranve, dëshmorve, plezve, fëmijëve, mamave, që jenë shku më mëllë ty në jenë dekë. Popli mu që në kom, edhe më jam të derën djemve tonë, edhe me thuk këtu mu, ma nuk këni bero. U këj punë. Djem tonë vend që me orë ma këtu, e më mojtë me tingë për qef, e me në gëzu, këta për në ednojnë edhe vorët e kanë ednunë, doj. A mu më shbrau as e pikë. Unë e ku më nuk kështu. Unë e qonë, se ferë Hazana Liv, shotë e rezoltë komunjas kënë rojë. Me djem, mi nuk jam e knoqën. Me Slovën jem do 100 vjetë më sytë me se pofësha. Me Serbin që më punë s'kam, unë jem shtetë në veti. E kanë shpallë trimat edhe burët të ndreshëm të Kosovës me miqë Amerikanë me Britanin e Mullër. Unë i faleminderoj ata gjithë. Sad, djem tu në vend që me orë ma këtu e më mojtë me tingë për qef, e me në gëzu, këta për në ednojnë edhe vorët e kanë ednunë, doj. Me vepra tyne, i notën e me vete personale, edhe veç kush jam une, du me bone që du vetë. Nuk ashtu. A pidin ta se 1.600 fëmij i ka vro Serbia. Ndohet nënës ja ka morë. A pidin ta edhe 1.600 vetë që jenë zhdukun, hala nënët, as prind, as motat nuk e din vorën me a qujtu blula. Qa pa menojnë të homëzat tu? Nuk e ka fitu as një parti, Lirinë e Kosovës.
Lirinë e Kosovës e ka fetu populli shqiptar me ndihmën e Zotit, me Amerikën, me Britaninë e Madhe me natën. Që na kanë ndihmu. Na e kanë votu për më dhecë, më na gëzua, me ndihmu edhe shtetet, edhe popullit. Po çfarë merret popullit që nuk unin kush o populli kë? Shtrajtimet pasop. Kryt veç atë dojnë vetë. Ky pa da me bonë jam rritë sistemin e titës. Tita, edhe në veri, dhe me vdekja kanë po shtetin. Nuk o mu Kosova në partije. A mendoni që i ka prek dhe i ka lënduja, ka prek plak të krejt aty në që kanë bëjtë të gjona, dhe a mendoni që do të pas... Kosova, është polën shumë partijak. Kanë drejt, sistemi nuk o, ves në njeri me bo që atë dënë vetë. Unë jam zëspien që atë familje të me, po kur nuk o kom mirë ma prishin në të asë më gënë, hish? Edhe na, unë pa bëj apel, nëmën vorëv, veteranve, dëshmorve, plezve, fmive, mamov, që jenë shku ma mëllë ty në jenë dek. Popli mu që në kom, edhe më jam të derën djemve tonë, edhe me thu këtu mu, ma nuk këni biro. As kime hinë parlament, as në qeveri. Po këj puno. Ekziston një arsye pse ata po mbohen në paraburgim. A keni arrit me po deklaratën edhe si e komentoni këtë deklaratë? Me thonë drejtën janë deklarata që e tërpnuin ato, nuk i bojnë rast institucionit që përfaqëson. Sot me shumë përgjegjësi janë bashku kësaj organizimi për me shpreh këtë pakënaqësi nga veteranët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Konsideroj që është shqetësim edhe për shoqërinë, edhe për institucionet për të gjithë, kur shohim tendenca të tilla për me ndryshu përmbajtjen dhe për me ndryshu historinë tonë të lavdishme. Pra, gjithë ne jemi dëshmitarë. Realisht ka edhe pjesë që kanë qenë të atyre masakrave të mbjetuar që dëshmojnë e faktojnë se edhe kush ka qenë viktima, edhe kush ka qenë ai që ka bërë domet, ai që ka bërë masakrat, pra gjithë e dim se dëmet e shkatërimin në vendin tonë ka bërë dokumentin bolsheviqin, ndërsa populli ynë në mënyrë të lavdishme, ndershme, dinjitetshme e ka mbrojtur progun e shtëpisë dhe në bazë të mbrojtjes, sakrificës dhe luftës tonë të lavdishme nëse dhe kemi edhe lirinë edhe shtetin, andaj sot me shumë përgjegjësi janë bashku kësaj organizimi për me shpreh këtë pakënaqësi nga veteranët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Mirë po konsideroj që të gjithë bashkë shoqërinë duhet jemi në mbrojtje të vlerave tona qëllimtore, mirë po mbrojtje edhe të institucionit tonë. Andaj kërkoj që prokuroria të merr veprimet e saj të menjëhershme në mënyrë që ta hetoj për mbrojtjen e atij libri dhe ta hetoj, ta zbuloj tendencën përmes atyre që janë prezantuar dhe mënyrën qysh kanë ardhur për me u mbështet me pasë promovim po edhe prezantim në shtesën e Prishtinës. Kështu krahas protestës, nuk e di sa keni arrit me pa një deklaratë të Donika Gërvallës lidhur me gjykatën speciale, kur u pyet faktikisht është koncentruar tek pjesa e paraburgimit, ku tha se ekziston një arsye pse ata po mbohen në paraburgim. A keni arrit me po deklaratën edhe si e komentoni këtë deklaratë? Me thonë drejtën janë deklarata që e tërpnuin ato, nuk i bojnë rast institucionit që përfaqëson, tek pjesa e gjykatës speciale, tek pjesa e vlerave të luftës si këmbë. Jo vetë si shtet, po si këmbë gjithë duhet jemi krenar të mburremi, sepse historia e ushtrisë qendrore të Kosovës është historia më e lavdishme e kombit shqiptar dhe grupi formacioni i ushtrisë qendrore të Kosovës është formacioni më i lavdishëm. Jemi me fat që sot ne e kemi edhe lirinë edhe shtetin, andaj gjithë bashkë edhe si institucione, po edhe si shoqëni duhet edhe ta mbrojmë institucionet, edhe të mbrojmë vlerat kombëtare dhe të promovojmë me mburrje me krenari.